Profesor, sot, si do t'ja spjegonit një të reut, pra sistemi në atë ku, Partinë Komuniste, inkuadrimin e shqiptarëve në për institucione në atë ku? Si do t'ja spjegonit? Ka qenë i mirë apo jo? Shqo, ka qenë një real politik që mendoj se establishmenti i Kosovës ka bo mirë, që ka bo çdo gjë që me shfrytzu një kontekst të ri të reformës Jugoslavisë dhe të hesjes Trankovicit, që është bëha dhe një reforme federatës, edhe për nevoja Slovenisë, edhe të Kroacisë, por edhe të Kosovës dhe të Vojvodinës, edhe unë mendoj se ajo ka qenë pozitive. Kjo nuk do të thotë që nuk ka pas dobësi aty, që nuk ka pas probleme, për shembull, na kemi pas lëvizjet ilegale, kuptohet, se të kanë shtru kërkesa legjitime. Nështë ajo gjithherë të realizueshme. Mirë po, veprimi në dy binare, veprimi institucional që kanë bërë establishmenti atëherë i Kosovës, edhe puna e organizatave ilegale, edhe pse nuk kanë komunikuar mes veti, kanë pas pak a shumë një drejtim. Se ky veprimi në kushtet ilegale ka kriju, po thëmë, masën kritike të inteligjencës nacionale, të inteligjencës politike, kulturore, ekonomike, universiteti. Pa ato, në vitet e 90-a kishëm qenë shumë dobët. Në me thonë, nuk duhet të amohojmë asnjënë, nuk duhet të kundërshtojmë ato dyjat. Marë parasysh edhe këto figurat, pra, si që është figura e Fadil Hoxhës. Cili ka qenë roli ti, pra, në atë kohë, për të mirën e shqiptarëve? Unë muj me folë për atë kohë, sa kom punu me Fadilin, ose që kam ka thonë baba jam për Fadilin, në gjithmonë kanë qenë vlerësime pozitive, se baba jam ka pas kontaktet të hershme me të dhaj, aqë sa ka mujtë, kanë ndihmu popullet edhe në kushtet e luftës atëherë, me njëherë mas lufte, po edhe matutje. Unë Fadilin e kom njoftë, në me thonë, si redaktori Zërit Renis, kur kem bojë intervista dhe ka orë na njeri shumë i afërt, i lirë, edhe me i kanë shumë bised, edhe gjithmonë i gëzum, edhe i preokupum me pani për parim të Kosovës, se cili sektor. Në me thonë, se cili hap që i ka që Kosovën ma nalt, ka qenë preokupimi ti edhe gëzimi ti. Mandej në aspektin a i ka qenë në kryet komisionit për avansimin e pozitës Kosovës. Orientimi ka qenë qysh atëherë më bo Kosova Republikë, po ma vonë Tito, Kardeli, këta jenë tërhesë, sepse kanë parashiku që Serbia nuk e pranon dhe kryot një krize madhe në Jugoslavi, mirë po. Pra nuk duhet të ketë në përgjithësi para gjykime për figurat e tilla, si që është për shembull edhe... Unë po me spjegu, për shembull, Fadilit, muj me folë për Mahmutin nëse, muj me folë për Gjavitin, muj me folë edhe për tjerë, për kolegët Matria, Zemin e tjerë. Tash, ajo nuk u bo republikë, por ne kemi pas të gjitha autorizimet, sikur se republikat tjera dhe autonomia Vojvodinës, në federat. I vetëm dallim ka qenë që në kushtetut për republika ka shkruar kanë drejtën e deri në shkputje. Kosova se ka pas qatë drejtë. Po ajo ka qenë shumë e rëndësishme, natyrisht edhe ajo u bo me luftë, ma në fund. Me luftë u bo. Me luftë edhe me politiken aktive, të rezistencës aktive paqësore të rrugës. Fadili, për shembull, ka momente kur ne kum pa Fadilin, për shembull, libri 4, kur Serbia në 2 vjetë masë, të me thonë Kosova, po thuj se u pavarësu, asë një taks ke shumë e Serbinë, Serbia së mund të me ndiku, asë një legjë kur gjënë Kosovë. S'ke shumë kur gjëtë shkputën për i Serbijë. Ke shumë disa funksionet përbashta, interesat përbashta, se sot muj me Shqipnin, me bashkëpunu projektet përbashta, ose me Malin e Zi, ose me Macedonin, por jo të obligushme, me marrëveshje. E tash, libri 4, Serbia prodhoi një lloj pamfleti, që thoshte se Serbia është tash pozit keqe, Serb po heqin në Kosovë, shqiptarët po bojnë presion, sikur se Serb që kanë bojnë presion kohë Trankovicit, tash shqiptarët po bojnë presion. Edhe ishte një bised, erdhë Kardeli me trajtuat problem, Edvard Kardel, njeri i dyti i federatës, pas Titos, ishte njeri i dytë, dhe ai ishte mjaft i jashtëm në fillim se
ish keq informu që vërtet Serbët janë pozitë të keqe në Kosovë në atë kohë. Edhe tash na e shumë prokupum që ati mi aspegu librin e Kaltërët që na nuk e aprovojmë edhe nuk mund me kalu edhe ishte një bisedë mjaftë ashpër. Edhe Fadili, po më kujtohet, kur tha, shikoni, tha, neve na ka ra një borë shumë e rëndë, tha, neve komunistave shqiptarë, tha, por arsye se na metëm, tha, të shputën për Shqipënia dhe me Jugoslavi. Tash, tha, kemi kriju një pozitë paka shumë barabartë, edhe tash, tha, në qofë se dikush e sulmon këte, tha, na nuk mund pranojmë, mo, tha, në këtë. Bile ishte shumë jashtë për gati i ra grosht tavolinës, kështu që unë mendoj se në atë periudhë, për atë periudhë që unë e di punën e ti, unë muj me folë veç fjallë pozitive.